Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin Përjavshëm Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision do të flasim për një ditë të veçantë që Kishëria Ortodokse e ka në vitin liturgjikal, që bie në 8 nëntor, është dita e kujtimit të kryengjëve të shenjtë Mikael, Gabriel dhe gjithë fuqive të paçmuara dhe pa trup. Sipas teologjisë së Kishës Ortodokse, nga përjetësia, Perëndia është e vetmja dritë e vërtet, jo materiale, e pafundme dhe absolutisht e pakuptueshme. Perëndia pret në misterin e padepërtueshëm të natyrës së tij unike, hyjnore, të pakrijuar që ekziston nga vetvetja në përjetësi. Perëndia që është një nga natyra e tij e përjetshme hyjnore, por është në 3 persona hyjnor dhe qëndron në lidhje të pashprehshme dashurie mes tyre, pra të Atit që s'ka fillim dhe mbarim, të Birit i vetëm lindur i Atit përpara gjithë jetëve dhe i Shpirtit Shenjtë që buron nga Ati me një burim të përjetshëm. Ky është Perëndia e triadik i cili na u zbuluan neve krijesave të tij mendore. Perëndia triadik, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë është i vetmjaftueshëm, i mirë dhe parimi i çdo mirësie, dashurie për veten, por në pasurinë e dashurisë dhe mirësisë së tij të pafund, ai dëshiron që dikush tjetër si qenie e krijuar të merrte pjesë në dritën e tij të pakrijuar. Perëndia Ati, para se të krijonte botën e dukshme fizike dhe vetë natyrën njerëzore që është kurora e botës fizike dhe materiale, ai në fillim me anë të fjalës dhe të Shpirtit të Shenjtë krijoi dhe solli në ekzistencë botën angjëllore, fuqirat shpirtërore dhe të patrup si shërbëtor të zellshëm dhe të zjarrt. Ata u krijuan si drita të dyta, reflektuese dritës së parë të pakrijuar të Perëndisë, duke u bërë pjesëmarrës i pashirit në pavdekshmërinë e Trinisë së Shenjtë. Ëngjëjt ose bota shpirtërore, sepse ëngjëjt, siç do shikojmë më poshtë, janë vetëm një grupim i botës shpirtërore, janë me një natyrë shpirtërore, pa mas, pa peshë dhe kufizime trupi, trupi material flasim, gjithnjë në lëvizje, të lirë në zgjidhje dhe qenie me arsye, janë qenie mendore. Ata e shikojnë Perëndinë në masën që munden ta pranojnë sipas rangjeve që kanë dhe në soditjen e Zotit gjejnë ushqimin e tyre, qëndrueshmërinë e tyre dhe arsyen e ekzistencës së tyre. Prandaj, bota shpirtërore u krijua si një qenie adhuruese për të adhuruar pa pushim Perëndinë triadik. Dhe në këtë adhurim që ata e bëjnë me dëshirë dhe pa lodhje, siç tham, gjejnë ushqimin, qëndrueshmërinë dhe ekzistencën e tyre. Megjithatë, ato janë krijesa të lira nga çdo ndjenjë dhe instinkti trupi material, ashtu siç e ka njerëzit, por përsëri ata u krijuan nga një ndryshim, domethënë nga kalimi nga mosqenia në qenie, dhe me vështirësi mund të priren tek e keqja, por jo të mos kapen absolutisht nga laku i saj, sepse nuk mund të jenë të pagabueshëm si Perëndia që nuk mund të bëj kurrë keq dhe të preket prej asaj. Prandaj, ato u krijuan të vetëdijshme që ta përdorin lirinë supreme që u ka dhënë Perëndia për të ruajtur të mirën dhe për të përparuar në soditjen e mistereve hyjnore, pa u rrëzuar pa kthim në të keqen dhe largim nga Perëndia i gjithmirë, sepse atëre, duke qenë se banojnë në qejt që janë jashtë kohe dhe hapësire fizike, që është në tokë, s'do të mund të ktheheshin nga një rrëzim prej vendeve qellore ku i vendosi Perëndia, sipas rangjeve tyre, sepse ata s'kan trup fizik dhe kohë që ndryshojnë ashtu siç ndryshojnë njerëzit. Pra, për ta kuptuar, bota shpirtërore u krijua dhe vendos në vende qellore, prandaj edhe Bibla fillon me fjalën në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën, dhe fjala qiejt sipas etërve të Kishës do thotë vendet e botës shpirtërore, të rangjeve shpirtërore, dhe u krijuan sipas ikonës Perëndisë të vendosur në këto rangje, në këto vende, por duhet kishin kujdes të mos binin, sepse nuk do kishin më ndryshim, sepse në botën shpirtërore nuk ka kohë fizike dhe si them rikthim në kohë siç kemi ne
mëngjes darkë, pastaj mëngjes prap, darkë, që do të thotë që kemi një rikthim të kohës dhe një mundësi të re, kurse ata nuk kanë të tilla gjëra. Kështu që në qoftë se nuk do të qëndroni me frikë Perëndije në vendin që kishte caktuar Zoti, nuk mund të ngriheshin përsëri. Nuk është se ata janë absolutisht jo lëndor, po sipas etrave të kishës son, ata kanë trupa eterik, sepse vetëm Perëndia është vërtet pa lëndë dhe i pa trup. Pra, kur flasim për trupa eterik, flasim për trupa ajror, që janë të padukshëm për sy ton, por pavarësisht se janë shpirtra, ata janë të veshur me një farë lëndë jo materiale, sepse i pa trup, shpirt i pa trup, pa lëndë që është e krijuar, është vetëm Perëndia triadik. Natyra e tyre shpirtërore i bën të shpëtojnë kufizimeve fizike që për ne njerëzit janë të shumta, siç janë muret që na pengojnë dyer, distancat, koha. Duke qenë pa lëndë, shpejtësia ekstreme e lëvizjes së tyre u jep mundësi të përshkojnë hapësirat e universit që ne na duket i pafund dhe i paanë, pothuajse për njerëz, sepse ata lëvizin me shpejtësinë e mendimit, kurse ne kemi shpejtësi më të lartë atë shpejtësisë së dritës fizike flasim, kurse ata duke qenë drita të pakrijuara, të lëndës fizike, pra janë drita të krijuara mendore, ata lëvizin me këtë lëvizje, pra me lëvizjen e mendimit. Ata kur dërgohen nga Perëndia me mision para njerëzve, mund të marrin forma trupore, duke na lejuar t'i shikojmë, por jo se kanë një pamje njerëzore, ashtu si shohim ne në perikonat ortodokse, që na duken me pamje si neve të veshur si ushtar, ose si them në pamje që ne i na përngjajnë dhe ne mund të hyjmë në komunikim me ata. Pamjen e vërtet që ata kanë, e di vetëm Perëndia që ai i krijoi. Sepse duke qenë shpirtra, ata mund të marrin pamje të ndryshme për të na përshtatur neve sipas vullnetit hynor. Ata mund të lexojnë mendimet e njerëzve, megjithatë, si qenie të krijuara nuk janë të pajisur me gjithë omnisciencën ose gjithë diturinë që ka Perëndia, po ashtu ata nuk mund gjenden në dy vende njëkohësisht, ashtu siç gjendet Perëndia me omniprezencën e tij. Pra, mund të dinë mendimet tona sepse janë qenie mendore, por jo të gjitha sa lejon Perëndia dhe nuk janë në dy vende njëkohësisht siç është Zoti i kudondodhur. Nëse ata profetizojnë të ardhmen, pra na thonë për gjëra që do ndodhin në të ardhmen, ashtu siç kemi në shkrimin e shenjtë, kjo ndodh jo thjesht prej inteligjencës së tyre, por për zbulimit hyjnore që ata marrin, dhe gjithçka ata e marrin si dije, aq më tepër edhe për gjëra që do ndodhin, nga Zoti i gjithëpushtetshëm, i cili i di të gjitha gjërat para se të ndodhin. Perëndia i bëri ata shërbysit e tij dhe i dërgojnë angjëjt e tij si erë dhe flak zjarri, na thuhet tek letra e apostullit Pavlit detruar Hebrejve, i cili u mbështet tek Psalmi, që thotë që i krijove angjëjt si flakë zjarri. Angjëjt si emërtim në kupton lajmëtar, pra ai që lajmëron, do me thënë vigjelojnë mbi tokën dhe kujdesen për gjithë krijimin material dhe të na lajmërojnë ne vullnetin ynor. Angjëjt udhëheqin popujt, kombet dhe kishat e Perëndis, çdo kishë lokale ka angjëllin mbrojtës, këtë kemi tek libri i zbulesës, që na tregohet për angjëllin e kishës, dhe kështu sigurojnë realizimin e planeve të providencës ynore si në përgjithësi, ashtu në veçanti tek secili për ne kudo që të jemi, sepse do dim që dikush që pagzohet në kishën katolike apostolike ortodokse, ai bëhet një krisht dhe patjetër që Perëndia i dërgon një angjëll rojtar. Ky angjëll rojtar ose mbrojtës ose një bodyguard që Perëndia na i dërgon neve, është miku ynë i cili na shoqëron që nga dita e pagëzimit deri në ditën e vdekjes, por edhe për te vdekjes na shoqëron në kalimet tona në hapësirat ajrore, ose në doganat demoniake deri tek froni i Zotit. Dhe angjëlli rojtar largohet nga ne mbas ditës së 40, ku Zoti na gjykon si shpirt për të na vendosur në vende
për të pritur ardhen e dytë të Krishtit. Pastaj ëngjëlli na lë dhe shkon diku tjetër te një person tjetër. Kështu që ëngjëlli rojtar është miku ynë i afërt, i cili nuk largohet as ditën as natën, prandaj ne i detyrohemi shumë ëngjëllit rojtar dhe mbasi adhurojmë, falenderojmë Perëndin Triadik, ne lutemi dhe tek ëngjëlli rojtar, i cili është ëngjëlli që sugjeron të mirën, duke nxitur zërin e ndërgjegjës son, na ndihmon nga kurthet e të ligut, nga ato që janë të padukshme, por dhe nga rreziqet e dukshme. Dhe mbi të gjitha na nxit në adhurim, falënderim dhe pendim kur ne mëkatojmë. Prandaj neve kemi dhe një lutje të veçantë në shërbesën e pasdarkës të lutjes së ëngjëllit trojtar. Dhe është e mirë që secili i krishterë duhet ta thotë para se të flër, pra të thot lutjen për ëngjëllin rojtar, e falenderon ëngjëllin dhe i lutet ai që ta ruaj gjatë natës kur neve nuk mund të jemi të zgjuar ose të jemi të ndërgjegjshëm për gjërat që na rrethojnë. Vetëm krijuesi Perëndia Triadik, një natyrën dhe kufit e natyrës ëngjëllore, numri i tyre është shumë i madh, i pamundur të numërohet me një shifër njerëzore, ashtu si na thuhet edhe tek profeti Daniel, i cili shikon në vegim një lumë zjarri rrithte para tij, pra para Perëndis, mira e mira i shërbenin dhe mori mbaheshin para tij. Mira e mira, mos kujtoni se është një numër i përcaktuar, tregon një numër jashtëzakonisht të madh dhe është pamundësia, siç ishte në atë kohë që aq njihej numri nga njerëzit, pra me mira, sot një diçka më tepër, por prap është e pamundur të numërojmë se sa janë ata si numër që i krijoi Perëndia. Prandaj zakonisht ata grupohen në 9 legjione ose rangje nga 3 triada që përbëhen nga 3 rangje. Nëse ne duhet ta dimë se sa është koeficienti i numrit të ëngjëllëve me njerëzit, duke filluar që nga Adami dhe deri në fund, duhet dim se ky koeficient është 9/1. Pra, ose siç na thuhet edhe tek parabola e bariu të mirë, i cili ka 100 dele, por njëra i humbi. Lë 99 dhe kërkon delen e humbur. 99 është numri i angjëve si koeficient dhe njëshi i humburi që erdhi Perëndia në personin e Jezu Krishtit për ta gjetur është njeriu. Pra shikoni se sa numri i madh është ose koeficienti ndryshon ndërmjet numrit të njerëzve, të gjithë atyre që kanë qëndruar ose kanë lindur dhe kanë ardhur në këtë botë, janë tani dhe do jenë deri në fund, me numrin e madh të fuqirave shpirtërore që i krijoi Perëndia Triadik Ati me anë të Birit dhe nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Le të flasim për grupimet ose rangjet që ndahen në 3 triada. Rangu i parë i hierarkisë qiellore është ai që gjendet gjithmonë pranë Perëndisë dhe që është bashkuar në adhurimin me Perëndin dhe është përpara gjithë të tjerëve dhe është ndërmjetës tek Perëndia. Rangu i parë janë serafimet që janë shfaqur në vegim tek profetët ose të shenjtorët me 6 krah ku kanë emrin serafim, do të thotë i zjarrt. Ata lëvizin në lëvizje të vazhdueshme përreth realitetit hynor, pra fronit hynor, që u jep atyre pushtet të lartësojnë vartësinë e tyre drejt Perëndis, ku me 2 krah fluturojnë, me 2 mbulojnë fytyrën sepse nuk shohin dot dritën e pakrijuar që del nga fytyra, faqja e Perëndis, dhe me 2 mbulojnë si them trupin e tyre për treguar shenjën e përulësisë ose një shenjë adhurimi. Dhe kështu i pa profeti Isaia, këto fuqirat shpirtërore që quhen serafimet. Të dytët në një triadë, pra në triadën e parë, janë keruvimet, emri i të cilëve evokon plotësinë e njohjes së Perëndis, thuhen se janë të mbuluar me sy nga të gjithë anët, si pasojë e aftësisë së tyre për të soditur dritën hynore dhe të vëmendshëm ndaj lëvizjeve të Perëndis që shpreh vullnetin hynor. Të tretët e triadës, së parë janë fronet mbi të cilët Perëndia gjen prejen e tij. Pra kjo është triada e parë që t'i kujtojmë edhe një herë, janë serafimet,
keruvimet edhe fronet. Triada e dytë përbëhet nga rangjit, që si tham janë zotrimet, pushtetet dhe fuqit. Triada e tretë e përmbyll hierarkinë qellore dhe përbëhet nga principatat, kryëngjët edhe ëngjët. Pra kemi 9 grupime në 3 triada. Pra, duhet dim se drita e Perëndis ose vullneti hyjnor kalon nga triada që është e para tek e dyta dhe tek e treta, ose nga rangu i parë deri te rangu i fundit, nga lart poshtë. Dhe me këta të fundit, pra me ëngjit, Perëndia komunikon dekretet e tij me botën fizike, botën e krijuar, me njerëzit, dhe ata janë shfaqur shpesh tek ne njerëzit, dhe këtë kemi fakte në shkrimin e shenjtë dhe në jetët e shenjtorëve. Sipas planit hyjnor, njeriu që u krijua nga Perëndia, pra flasim për njeriun e parë Adamin, duhet të ishte pjesë e urdhrit të 10, pra dhe të kësaj hierarkie që krijoi Perëndia, pra të qenieve mendore. Edhe njeriu, Adami bashkë me Evën dhe gjithë raca njerëzore, është një qenie mendore, pra dhe këtë e bën të afër me botën angjëllore, por është dhe një qenie fizike në trupin e tij dhe këtë e bën të afër me botën fizike ose shtazore. Kështu që njeriu u krijua nga Perëndia në fund të krijimit të botës shpirtërore dhe ishte pjesë e grupimit të 10. Por fatkeqësisht ne dim që njeriu ra nga ky vend, nga grupimi i 10, sepse ai dëgjoi një kryëngjëll rebel të rënë, Eosforin, i cili gënjeli Evën dhe Adamin që ata të rebeloheshin në kopshin e Edenit, pra të hanin frutin e dijes dhe të mirës dhe të keq. Dhe për këtë arsye psuan vdekje shpirtërore dhe vdekje trupore. Por kush është Eosfori që gënjeu çiftin e parë Adamin dhe Evën? Plotësia e panumërueshme e hierarkisë qellore gëzoi në qiejt shpirtëror nga drita e pakrijuar e Perëndis dhe formonte një rreth të shenjtë të pandërprer, duke psalur një zëri fuqishëm himnin trishenjtor. Shenjt, 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 Zoti Savaoth, pra Zoti i ushtrive, që dheu janë plot me lavdin tënde. Kështu pa profeti Isaia se si fuqirat shpirtërore adhuronin Perëndin me një adhurim të pa mbaruar. Kjo gjendje harmonisë jashtë kohe dhe hapësire vazhdoi deri kur fryma angjëllore me emrin Eosfor, që ishte i afërt me Perëndin, pra ishte edhe një detyrë nga Perëndia triadik, me shumë virtute dhe atribute, që të ishte i pari dhe organizatori i gjithë adhurimit dhe si them gjithë asaj përshëndetjes që bënin fuqira shpirtërore drejt Perëndis triadik, ky për shkak të krenarisë që e zhvilloi brenda vetes së vet, duke dashur që të barazohet me të shumë të lartin dhe mos qëndroi në vendin, në rangun që e kishte caktuar Perëndia, ai u rrëzua. Ashtu si na thuhet tek profeti Isaia: do të ngjitem në qiej, për mbi yjet e Perëndis do të ngre fronin tim, do të ngjitem mbi majat e rreve, do të bëhem si shumë i larti. Pra, kjo është ajo çfarë ndodhi brenda botës shpirtërore, mendore të Eosforit. Tham që bota shpirtërore, edhe pse u krijua e mirë dhe shumë e mirë, prap ajo nuk është e pagabueshme si Perëndia, sepse është një qenie e krijuar, dhe duke qenë një qenie e krijuar nga mosqenia erdhi në qenie, ajo mund të ndryshojë, pra mund të degradojë. Kështu që ai degradoi brenda vetes së vet, nuk qëndroi me frikë Perëndie dhe kështu psoi atë regresin brenda vetes së vet. Dhe jo vetëm që psoi regres brenda vetes vet, por ai duke mashtruar veten, mashtroi dhe një numër të madh nga bota shpirtërore, duke i rrëzuar dhe ata në kaos. Luciferi, ashtu si ëngjët, nuk ishte krijuar tham i keq nga natyra, por si them, e theksojmë të u rrëzua nga krenaria, dhe u rrëzua nga vendet qellore, nga privilegjet qellore. Ai ishte i pari që u hodh poshtë nga vendet qellore, sepse hodhi poshtë të mirën
edhe zgjodhi të keqen. Ai e krijoi gënjeshtrën dhe të keqen tek vetja e tij. Ai thej kurizën dritës synore për të rënë në errësirën e kaosit dhe privimit nga dashuria e Perëndis. Prandaj, kur tha këto fjalë krenarie, ra menjëherë nga rangu i lartë ku ishte dhe përfundoi në greminën e kaosit, e ferrit që a krijoi vetes, si rufeja që bie në tokë dhe zhduket në gjithë shkëlqimin e saj. Ashtu si Zoti Jezu Krisht, tha, ja shikuja Satanan që binte si rufe nga qielli. Këtu Krishti po flet si Perëndi që është i jashtë kohe dhe ai tregoi tek apostujt për të gjithë të krishterët dhe gjithë njerëzimin se Satanai ishte në fillim në qiell, ishte me Perëndin, por ai era siç bie rufeja nga qielli. Pra gjithë ai shkëlqim lavdi e tij u zhduk menjëherë në kaos. Pasi çau i qejt në rënën e tij katastrofike, usfori të roqi me mashtrim dhe dhunë një shumicë ëngjesh nga të gjithë urdhrat, dhe u bë kryetari i tyre dhe u quajt Satana, që do thot armik i Perëndis, dhe djallë, që do thot shpifës. Numri atyre që ranë nga rangjit të mashtruar nga djalli ishte i madh, dhe në pamjen e këtij spektakli të vajtueshëm, pra të rënjes gati të 1/3 së fuqirave shpirtërore angjëllore, neve shikojmë se shfaqet kryeangjëlli Mikael, që ishte një ndër kryeangjëjt, i cili nga parusia dhe nënshtrimi i tij i urtë ndaj krijuesit u fuqizua në dritën e pakrijuar, u lëshua vetëtimthi te ky çrregullim kaotik që kishte krijuar Eusfori me krenarinë e vet, me mashtrimin e tij, duke rrëzuar një numër të konsiderueshëm të fuqira shpirtërore, por në këtë moment shfaqet kryeangjëlli Mikael dhe qëndron në mes të gjitha fuqira shpirtërore, në mes të këtij kaosi. Le të vëmë re, le të qëndrojmë me frikë, le të bëjmë kujdes, le të qëndrojmë me frikë në vendet tona, të jemi vigjilent në qeniet e krijuara që patëm privilegjin që të qëndrojmë në këmbë përpara Perëndis. Le ta dimë se jemi shërbyes, të bëjmë kujdes me njohjen e vetes, të shikojmë rënien e atyre që donin të barazoheshin me Perëndin. Kështu pra, tha kryeangjëlli Mikael, dhe ai stopoi rënien në kaos të pjesës tjetër. Me kryeangjëlli Mikael u bashkua dhe kryeangjëlli Gabriel dhe tjerë kryeangjëj, dhe të gjithë shpirtrat e patrup besnik kënduan në kor atë himnin trishenjtor. Shenjt, shenjt, shenjt Zoti Savaoth, qielli dhe dheu janë plot me lavdi tënde, Hozana në më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Ky është një himn që ne e këndojmë në liturgjinë hyjnore për të bashkuar dhe neve me besnikërinë e fuqirave të paçmuara pa trup që tashmë mbas rënies së Eusforit kryesohen nga kryeangjëlli Mikael, Gabriel dhe kryeangjëjt e tjerë. Kështu përfundimisht ndaloi rënja e mëtejshme e angjëve dhe ata që ranë u quajtën të ndarët ose demonët. Ata nuk mund të rikthehen më në vendet e tyre qiellore dhe përjetësisht janë të dënuar bashkë me Eusforin, që u quajt Satana, si thash armik i Perëndis, dhe djallë që do të thotë shpifës. Dhe për këtë ata bashkë me kryetarin e tyre do të përfundojnë në ferr. Tashmë ata kontrollojnë pjesën ajrore të tokës, pra qiellin fizik, qiellin e parë, dhe pjesën nëntoksore të tokës, por në ardhjen e dytë të Krishtit, ku Perëndia do të i gjithi në të gjitha, Zoti Jezu Krisht do urdhëroj me anë të kryeangjëllit Mikael që të kapet kryetari i demonëve, pra Satanai, dhe ai bashkë me gjithë rreshtin e angjëve rebel do të shkojnë në ferr dhe do mundohen përjetësisht. Pra, pikërisht në kujtimin e kësaj asambleje të këtyre koreve angjëllore në drejtimin e kryeangjëllit Mikael dhe Gabriel, në frikë, adhurim, vigjilencë, mirëkuptim dhe unitet rreth Perëndis, ne blidhemi në 8 nëntor për të kujtuar këtë ngjarje që ka ndodhur në botën shpirtërore. Prandaj neve e kujtojmë këtë, i nderojmë kryeangjëjt dhe i falenderojmë që i qëndruan besnik Perëndis dhe përpiqemi të imitojmë ata në adhurimin e vazhdueshëm që i bëjmë Perëndis dhe në bindje absolute ndaj Perëndis triadik. Për rolin dhe ndihmën e kryeangjëve të shenjtë Mikael dhe Gabriel dhe të tjerë kryeangjëve
Rafael, Uriel, Salathiel, Igudiel, Barakiel, emra që janë përmendur në shkrimin e shenjtë, na tregojnë edhe ngjarje nga Bibla, si nga Dhjata e Vjetër, ashtu dhe nga Dhjata e Re, të cilët janë dërguar nga Perëndia, sidomos për të shpëtuar popullin e Izraelit, që e nxori Zoti nga Egjipti për ta çuar në tokën e premtuar, dhe ishte kryengjiti Mikael që u vu në kujdestarinë e popullit Izraelit, po ashtu ai është mbrojtësi i popullit të ri të Zotit, është të popullit krishterë. Kemi kryengjitin Gabriel, i cili u shfaq te profetët e Dhjatës Vjetër, për shembull tek profeti Daniel, por është kryengjit Gabriel që shfaqet edhe në Dhjatën e Re, pra e kemi tek profeti Izaria, por e kemi tek Virgjëresha Mari dhe e kemi edhe tek apostujt dhe shenjtorët, që ata vazhdojnë edhe shfaqen sipas vullnetit hyjnor. Pra, në këtë ditë, që është një ditë e veçantë, neve mblidhemi për të kujtuar të gjitha rangjet e hierarkisë qiellore, pra që i përmendëm në fillim, serafimet, kerubimet, fronet, zotrimet, pushtetet, autoritetet, fuqit, kryengjit dhe ëngjëjt, të cilët të gjitha këto rangje, që janë 9 rangje, i qëndruan besnik duke përjashtuar ata që u rebeluan. Por le të flasim për njeriu tashmë, që tham do ishte rangu i 10, dhe ai fatkeqësisht rebeloi i gënjur nga Eosfori, nga Satanaj që ra nga parajsa qiellore, njeriu mashtrua, siç tham, nga djalli, u nda nga Perëndia dhe angjëjt dhe u përzu nga kopshi i Edenit. Por që të bashkohej përsëri me Perëndin dhe angjëjt, duhej diçka shumë e madhe që njeriu nuk mund ta bënte dot, sepse mëkati që bëri njeriu i parë nuk ishte një mëkat i çfarëdoshëm, po ishte një rebelim ndaj vullnetit hyjnor, dashurisë së Perëndis, dhe aq më tepër ishte njeriu duke dëgjuar Eosforin u bë si djalli, sepse filloi të justifikojë veten dhe të akuzojë të tjerët. Prandaj edhe Perëndia e përzuri nga parajsa. Por që të hynte njeriu përsëri në parajsë, duhet të shpagonte mëkatin e tij. Ky mëkat nuk shpagohet thjesht as me lot, as me agjerim, as me kurbane të kafshë, po duhet të shpagohet me gjak njeriu. Gjak njeriu të pastër nuk mund kishte më, sepse gjithë fëmijët e Adamit dhe Adami vet tashmë ishin në mëkat, pra Adami kishte mëkatin e tij dhe fëmijët e tij trashëguan mëkatin së gjyshorë, po kështu që ishte e pamundur që njeriu të shpëtonte nga vetvetja. Por ishte Perëndia triadik, Ati, me anë të Birit dhe Shpirtit Shenjtë, që bën të mundur shlyerjen e fajit të mëkatit njerëzor, sepse Perëndia ai shumë e deshi botën, sa dha Birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që të besojë tek ai mos të mbas, po të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Pra kemi te Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 3, vargu 16 deri në vargun 17. Biri dhe fjala e Perëndis, ai që sipas Atit dhe me anë të Shpirtit Shenjtë krijoi botën shpirtërore, pastaj edhe botën fizike dhe njeriu, po biri dhe fjala përshkojnë nga lart të gjithë ato shkallët e hierarkisë angjëllore, duke ardhur në tokë dhe duke shfaqur si njeri me trup dhe shpirt njerëzor. Pra, u bë pak më i vogël se ëngjëjt, na thuhet tek letra e apostullit Pavlit drejtuar hebrejve. Dhe me vdekjen e tij vullnetare në kryq, por me ngjalljen dhe ngjitjen e tij në qiell, ai u ngrit dhe mori me veten natyrën njerëzore, të natyrë të shenjtëruar, të lavdëruar, të hyjnizuar, dhe e ngriti tashmë me ngjitjen e tij Krishti, e ngjiti përmbi rangjet shpirtërore dhe uli në të djathtë të Perëndisë. Dhe kështu, jo vetëm si Perëndi, por dhe si njeri, ai u bë më i lartë se ëngjëjt, duke realizuar përfundimisht qëllimin e njeriut që u krijua sipas ikonës së Perëndisë, por dhe në ngjashmëri me Perëndin. Duhet dini se kemi një ndryshim ndërmjet botës shpirtërore të krijuar nga Perëndia dhe botës ose njeriut. Sepse bota shpirtërore krijuar sipas ikonës Perëndisë, që do të thotë ka qenie mendore me liri, me vullnet. Por dhe njeriu u krijua sipas ikonës Perëndisë, pra ai është një qenie mendore me liri dhe vullnet, por njeriu dha dhe mundësia që të bëhet i ngjashëm me Zotin, të bëhet Perëndi sipas
hirit. Këtë njeriu nuk e realizoi dot vetëm në kopshin e Edenit, sepse thamë që u rebelua i mashtruar nga zilia e djallit, që solli vdekjen, siç thuhet edhe te fjalët e urta, nga zilia e djallit erdhi vdekja, por kjo realizua kur biri dhe fjala e Perëndis u bë bir njeriu, dhe njeriu jo vetëm te kaloi vdekjen, u bë i pavdekshëm, po njeriu në Krishtin u bë i ngjashëm me Zotin, u bë një bir i adaptuar e Perëndis. Këtë nuk mund të arrijë dot fuqira shpirtërore dhe angjëllore. Prandaj në Krishtin njeriu është më i lartë se angjëjt, dhe në ardhen e dytë të Krishtit, kur ne të marrim natyrën e trupave tanë të hynizuar, atëherë njeriu do të jetë në rangun e parë, pra do jetë perëndis sipas hirit. Dhe këtë e shikojmë në persona të veçantë, për shembull tek e tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmari, që është njeri si ne, një bie e Adamit, por ajo u bë nëna e Perëndis. Dhe prandaj edhe himnologjia e kishës sonë ortodokse, që është frymëzuar nga angjëjt, dhe veçanërisht tropari që unë do citoj është i kënduar nga kryengjëlli Gabriel, kisha këndon. Të meriton me të vërtet të lumurojmë ty lindse, gjithmonë të lumur dhe mëmën e Perëndis son, më të nderuar se kerubimet, më të lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtet ty lindse ty të madhërojmë. Që do të thotë, e tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmari, tashmë në e hynizuar sipas hirit, që është në mbretërinë e qeve, si mbretëreshe e qiellit dhe dheut, ajo është më lart se kerubimet dhe se serafimet, pra është bërë perëndis sipas hirit. Ajo që është tek e tërshenjta Vigjesha Zonja Shëmari sot pritet të jetë tek të krishterët, që do kenë një vdekje të krishterë dhe do presin ardhjen e dytë të Krishtit, që ai do t'i transformojë në veten e tij, do t'i japi trupa të lavdëruar dhe do t'i ngrenë në rangje më të larta siç janë bota shpirtërore. Dhe në këtë ditë çdo besimtar ortodoks kujton, siç thash, jo vetëm gjithë fuqirat shpirtërore, por edhe angjëjt nderojtar. Prandaj në këtë ditë të gjithë krishterët duhet të vinë në kish dhe duhet të kenë pjesëmarrje në tyre dhe të falenderojnë Perëndin që krijoi në fillim këtë botë shpirtërore kaq të bukur, kaq harmonike, kaq besnike, dhe na dha dhe angjëll rojtar, por përveç saj ne duhet t'i imitojmë ata, dhe kjo është arsye që në kishën tonë ortodokse adhurimi ynë bëhet me këngë, sepse ne imitojmë angjëjt që janë qenie këngëtare, edhe neve imitojmë ata, bëjmë qenie këngëtare, pra neve i këndojmë Perëndis siç i këndojnë angjëjt, por imitojmë angjëjt duke ju bindur Perëndis. Dhe si them, imitojmë dhe dëshirën që kanë ata për të adhuruar Perëndin, dhe adhurimi që i bëjmë Perëndis nuk është me lodhje dhe me mundim, por është me dëshirë dhe është, si them, qëllimi i ekzistencës së tyre. Kjo duhet të jetë dhe për neve. Perëndia na krijoi që ta falenderojmë. Zoti nuk ka nevojë për asgjë nga krijesat e tij. Por as për falënderim nuk e ka nevojën, sepse atëherë nuk do të ishte një Perëndi i vetëmjaftueshëm, por ai e pranon, e toleron falënderimin që ne krijesat ja bëjmë. Si në fillim bota angjëllore që u krijoi parë, pastaj edhe njerëzit që u krijuan midis qiellit edhe tokës. Kështu që edhe neve duhet ta falenderojmë, dhe kjo është qëllimi i jetës sonë. Ta adhurojmë, falenderojmë Perëndin, por dhe t'i bindemi Perëndis, sepse bindja të vullneti i Perëndis është në interesin tonë. Në këtë ditë kisha ortodokse ka shumë tropare të bukura dhe me kuptim dhe thellësi teologjike, por përlëshorja e kësaj dite është: o general i ushtrive të qiellit, ne shërbëtorët e pavyer dëgjonani, bërani gjithënjë dhe ndërmjetoni pa pushim. Hapini fletët mbi të gjithë ne dhe mbulonani me dritë, ne që po lusim me besë dhe shlironeni nga çdo rrezik si taksiar prijes të fuqive të sipërme. Edhe këtu kemi fjalën për kryengjëllin Mikael, që është i pari i fuqirave shpirtërore, pastaj kryengjëlli Gabriel, Rafael, Uriel, Salathiel, Jekudiel, Barakiel dhe gjithë fuqirat shpirtërore që ne i përmendëm, duke përmendur dhe angjëllin rojtar. Në këtë ditë kujtohen të gjithë ata që mbajnë emrat e kryengjëve, Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel dhe emra të ndryshëm, dhe është tradita në kishën tonë ortodokse që neve të festojmë më shumë se ditëlindjen
ditën e emrit dhe përfitoj edhe nga rasti për t'i përshëndetur gjithë ata që mbajnë emrat e krëngjeve për shumë vjet, ta gëzojnë dhe të imitojnë ëngjit dhe një ditë bashkojnë me ëngjit në jetën e përjetshme në mbretërinë e Zotit. Amin. Të dashur të krishterë, mendoj që këtu ta mbyllim këtë bisedën tonë për takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.